Shqiptarët në Turqi organizojnë një iftar masiv, tavolina qindra metra të gjatë në Bursa. Një iftar i madh i organizuar nga komuniteti shqiptar në Bursa ka mbledhur mijëra persona në rrugët e qytetit, banorët me prejardhje shqiptare të lagjeve Zafer dhe Namik Kemal në rrethin Osman Gazi organizuan një iftar rrugor masiv ku morën pjesë 4500 persona, shumë më tepër se pritshmëritë fillestare për 3000 pjesëmarrës. Tavolina gjigante e iftarit i shtrirë për disa qindra metra tërhoqi vëmendjen e banorëve dhe vizitorëve nga zonat të ndryshme të qytetit. Pamjet e aktivitetit u filmuan nga ajri dhe me dron duke treguar rreshtat e gjata të tavolinave dhe numrin e madh të pjesëmarrësve. Ky aktivitet vjetor u organizua për herë të tretë nga të rinjtë e lagjeve dhe u krye në një moment bashkimi për komunitetin për të mundësuar zhvillimin e iftarit. Rrugët u mbyllen për trafikun dhe tavolinat u vendosen për gjatë gjithë zonës ku të rinjtë moshuar, tregtarë dhe studentë danë së bashku iftarin gjatë muajit të Ramazanit. Organizatorët theksuan se qëllimi i këtij eventi është forcimi i lidhjeve brenda komunitetit shqiptar në diasporë.